Në zemrën e Ballkanit, në tokën ku brezat e një populli ishin duruar pa drejtësi për dekada. Pranvera e vitit 1981 solli një shpërthim. Jo një shpërthim dhune, por shpërthim të dinjitetit. Ajo që nisi në një mend studentësh, u kthye në një lëvizje që ndronditi Jugosllavinë dhe ndryshoi rrjedhën e historisë së Kosovës përgjithmonë. Për të kuptuar demonstratat e vitit 1981, duhet kuptuar jeta e shqiptarëve në Kosovën e asaj kohe. Shqiptarët trajtoheshin si qytetarë të rendit të dytë, të ndaluar në çdo hap, shpesh të dhunuar edhe nga forcat policore. Sipas burimeve historike, shqiptarët e Kosovës përballeshin me shtypje, arbitraritet dhe deri edhe me vrasje të panevojshme nga policia dhe ushtria jugoslave në arat, qytetet, madje edhe në burg. Kushtet ekonomike ishin të rënda, paga që punoheshin muaj të tërë, mungesa ushqimore, papunësi dhe zhvillim shumë më i ulët krahasuar me pjesën tjetër të Jugosllavisë. Rinia e Kosovës po zgjente. Pakënaqësia nuk ishte e momentit. Ajo ishte trashëguar bes pas breze. Mbrëmja e 11 marsit filloi thjesht. Studentët u ankuan për ushqimin dhe kushtet e konvikteve. Protesta nisi brenda në mens të studentëve. Në dhomat e konvikteve 310 dhe 312. Studentët kishin diskutuar një natë më parë për reagime ndaj kushteve të vështira të jetesës, studimit dhe ushqimit. Askush nuk e priste atë që do vinë. Askush nuk imagjinonte se një protestë për ushqim do të kthehej në thirrjen më të bushme të shekullit, Kosova Republikë. Demonstrata e 11 marsit u shtyp me ndërhyrjen e milicisë në orët e hershme të mëngjesit. Vetëm pak ditë më vonë, studentët dolën sërish. Këtë herë, jo vetëm studentët, nxënës, punëtor, qytetarë të thjeshtë ju bashkuan protestave. Në shumë qytete të Kosovës pati protesta. Prishtinë, Prizren, Gjakov, Pej, Mitrovic, Ferizaj. Këto protesta u mbështetën edhe nga organizata ilegale të asaj kohe, si organizata marksiste e leniniste e Kosovës. Kërkesat nuk ishin më vetëm sociale. Ato u kthyen politike. Rinia nuk kërkonte më vetëm kushte më të mira, por drejtësi, barazi dhe liri. Më 1 dhe 2 prill 1981, protesta u përhap në gjithë Kosovën. Në këto ditë, pati solidarizëm masiv nga populli. Gjatë këtyre demonstratave, u vran 9 protestues shqiptar, 15 të tjerë u plagosën, ndërsa forcat policore patën 2 të vrarë dhe 17 të plagosur. Toka e Kosovës u lag me gjakun e rinisë së saj. Dhe historia nuk do të haronte kurrë këtë. Regjimi jugoslav i quajti demonstratat kundër revolucionare, nacionaliste dhe armiqësore. Shpalt shtetërrethim. Qindra student u arrestuan. Dënuan me vite të tëra burg, pa prova konkrete. Fushata e diferencimit politik, goditi intelektual, profesor, punëtor. Sipas burimeve, gjatë viteve 1981-1993, forcat jugoslave vranë mbi 1.000 shqiptar të pafajshëm, përfshirë gra, fëmijë të rinj. Por çdo goditje vetëm e forconte më shumë vendosmërinë e shqiptarëve. Sipas analizave të historianëve, demonstratat e vitit 1981 shënuan fillimin e fundit të Jugosllavisë socialiste. Ato rritën nacionalizmin shqiptar, por edhe nacionalizmin serb, duke çuar federatën drejt shpërbërjes. Në analizat politike ndërkombëtare të kohës, CIA kishte palajmëruar se çështja e Kosovës kishte potencial shpërthyes
dhe mund të destabilizonte gjithë Jugosllavinë. Demonstratat e vitit 1981 bën diçka historike. Ato e zhveshën Jugosllavinë nga imazhi i një shteti të drejtë. Ata treguan se Kosova nuk do ta pranonte, por të ishte provincë e nënshtruar. Shumë nga pasojat e mëvonshme lidhen drejt për drejt me këtë kryengritje. Sipas studimeve, demonstratat e 1981 ishin një nga arsyet që çuan më vonë në formimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sepse rinia e mbushi me vetdije politike dhe kombëtare. Po ashtu, demonstruan qartë para botës se shqiptarët e Kosovës ishin aspirat për liri dhe shtetësi, gjë që do të bëjë realitet në vitin 2008. Këto protesta nuk ishin një vale vetme. Ato ishin një lum që çau murin e padrejtësisë. Pranvera e vitit 1981 ishte më shumë se një rebelim. Ishte një referendum i nënshkruar me gjak. Ishte shpërthimi një populli që nuk kërkonte më lëmoshë, por kërkonte atë që i takonte, dinjitetin. Demonstratat e 1981 ringritën vetdijen kombëtare, çuan drejt lëvizjeve të viteve 90. Sot, kur ecim në rrugët e Prishtinës, Gjakovës, Prizrenit, kujtimi i pranverës së vitit 1980 jeton në çdo hap. Ato ishin ditët kur rinia shqiptare i tregoi botës se Kosova nuk dorëzohet asnjëherë dhe kur nuk do të dorëzohet.